sot, pas një pritje të rënd, e të gjatë, eshtrat e tij rikthehen me tokën e tij në vendin që i takon me dignitet. Nuk i kemi praktikuar asnjëherë për shkak të protokollit që të flasim si komision qytetar pas fjalës përfaqësuesës së lider me qartë institucional, megjithatë nderim të familjes, nderim të tajbazit, e ndjem për obligim që të themi pak fjalë për një dimension ndryshe të kësaj dhimbje. Sepse sot kjo është më shumë se një ceremoni rivarrimi. Kjo është një përballje me një histori dhimbje që ka zgjatur 27 vite. Një histori që nuk mund të rrethet pa përmendur nënën e tij Zebën. Zeba Shehu humbi gjithçka në një ditë. Bashkëshortin, djalin e vetëm Ajvazin dhe 7 anëtar tjerë të familjes. Siç shkruan në librin e tyre Fshati i Vrarë Mishtimi Agrondimane dhe Qemaj Klasniqi, për Zeba Shehun, për shumicën e familjeve krushiane, në një qast u shua një botë të tërë. Por Zeba Shehu nuk u dorëzua asnjëherë. Me një forcë që vetëm zemra një nënë e nje, ajo jetoi me shpresën se Ajvazi ishte gjallë dhe se një ditë do të kthehej. Edhe kur e vërteta u dha, përmes shkencës, përmes identifikimit të mbetëve mortore, ajo nuk mund ta pranonte këtë vërtetë. Për të, Ajvazi mbeti gjallë deri në frymën e fundit të saj. Sepse për një nënë, pranimi i humbjes së fëmijës mund të kalohet. Ajo jetoi mes pritjes dhe kujtimit.